4 ditë pasi gjykata kushtetuese e ktheu në detyrë zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës Belinda Balluku, SPAK i ka kërkuar kuvendit heqjen e imunitetit të deputetit me qëllim arrestimin e saj. Në njoftimin e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, bëhet e ditur se mbështetur në nenet 73, 95 dhe 103 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenin 288 të Kodit të Procedurës Penale, si dhe në nenet 13 dhe 118 të rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, në kuadër të procesit penal numër 136 të vitit 2025, ka paraqitur kërkesë për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin, heqjen e lirisë së deputetit, ministrit, zëvendës kryeministrit Belinda Balluku, lindur dhe banuese në Tiranë, e cila ushtron funksionet e deputetit, ministrit dhe zëvendës kryeministrit të Republikës së Shqipërisë. Kjo shtetase është marrë në cilësinë e pandehurit në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025, pasi akuzohet për kryerjen e veprës penale, shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, e kryer në bashkëpunim e parashikuar nga nene 252 fraksion 2 dhe 25 të Kodit Penal, në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt ndërtimi i tunelit të Llogaras. Gjithashtu, shtetësja Belinda Balluku ka marrë cilësinë e personit nënhetim për dyshimin e kryerjes së të njëjtës vepre penale për 7 procedura të tjera prokurimi, me objekt plotësimi, rakordimi dhe vazhdimi i punimeve sheshi Shqiponja Lumi i Tiranës loti 1 dhe QMT. Ndërtimi i segmentit rrugor, sheshi Shqiponja, Bulevardi i Ri, loti 2. Ndërtimi i segmentit rrugor, sheshi Shqiponja, Bulevardi i Ri, Shkoz, urat mbi lumin Tirana. Ndërtimi i unazës së jashtme Tiranë, loti 4. Ndërtimi i unazës së jashtme Tiranë, loti 5. Ndërtimi i unazës së jashtme Tiranë, loti 6. Ndërtimi i unazës së jashtme Tiranë, loti 7. Kjo kërkesë ka për qëllim marrjen e autorizimit nga Kuvendi për procedimin e mëtejshëm ligjor.